Gjykata e Fierit ka lënë në burg Zamir Metën, babain monster i cili akuzohet se ka abuzuar seksualisht me vajzën e tij të mbitur 12 vjeçe. Para trupit gjykues 36 vjeçari ka qëndruar gjatë gjithë kohës me kokën ulur dhe ka pohuar abuzimin. Ndërkohë ekspertiza mjekoligjore ka vërtetuar se ai ka kryer disa herë marrëdhënie me vajzën. Dhe i 36 vjeçarit rëndon akuza për marrëdhënie seksuale me të mbitur dhe për që dënohet rënd nga kodi penal. Ndërkohë hetimet për zbardhjen e plotë ngjarjes vijojnë. Një ditë më parë, para uniformave blu, babai i 7 fëmijëve ka pohuar se ka kryer abuzimin vetëm një herë, ndërsa hetimet vazhdojnë për zbardhjen e plotë rrethanave. Ngjarja e rëndë ka ndodhur pak ditë më parë në fshatin Sheqisht në Patos, ku vajza e mbitur ishte larguar nga banesa e saj e kishte shkuar tek fqinji pasi dyshohet se ishte përdhunuar nga jati. Babai i monster Zamir Meta ka pranuar para trupit gjykues se ka abuzuar seksualisht me vajzën e tij të mbitur. 36 vjeçari babai i 7 fëmijëve briti para togave të zeza në gjykatën e Fierit para ditën e sotme, ndërsa ndaj tij u caktua masa e sigurisë arrest me burg. Ai raportohet se ka qëndruar gjatë gjithë kohës me kokën e ulur e ka pohuar abuzimin seksual me të bijën 12 vjeçare, një ngjarje që ka shokuar opinionin publik. Ekspertiza mjekoligjore gjithashtu ka vërtetuar se Zamir Meta ka kryer disa herë marrëdhënie me vajzën, ndërkohë në prononcimin e saj për mediat, nëna e të mbiturës ka pohuar se abuzimi ka qenë sistematik, ndërsa kërkoi dënimin maksimal për bashkëshortin e saj. Gjithashtu deklaroi se nuk ka qenë në dieni më herët e gjithçka e ka mësuar pas denoncimit të vajzës në polici.